Përshëndetje, miq. Pse është e rëndësishme për të shëruar dhimbjet e trupit? Që të gjithë jemi të vediesuar apo të ndërgjegjësuar, sepse që të dyja kanë lidhje, ndërgjegjësimi përfaqëson mendjen, ndërsa vetëdijësimi shpirtin ton, është në këtë kohë, vetë tokamëm është në evolucionin e saj dhe duke jetuar në këtë tokë, edhe ne si që njerëzore jemi të thirrur. Dhe në këtë rast bëhet fjalë për dhimbjet e trupit. Pse? Sepse jemi në një afat kohor të energjisë së ujorit, energjisë së shpejtë, e cila është me të vërtetë që vetë fakti elementi i ujit ne na pastron, na jep më tepër, na bën vital, ashtu sikurse dhe mban informacionin tonë. Ne jemi qenie njerëzore, dhe kur flas qenie njerëzore, kam dhe fjalën emrin shpirt, sepse që të gjithë e kemi shpirtin. Është kjo zemër që ka selin dhe mban këtë trup me ajër, dhe ku edhe elementi i ajrit është me të vërtetë ajo që na bën ne që të jetojmë jetën me lishmëri, me ajër, të merret fryma e lishëm dhe na liron nga çdo lloj blokade që na krijon shqetësim, që na krijon pengesa, që na krijon frikrat. Krijesa na ka krijuar që të gjithëve me dy mekanizma, njëri është mendja dhe tjetra shpirti. Pra, ajo që ne nuk e shohim është quhet ndryshe në gjuhën shpirtërore, kuantike, dhe mbi të gjitha ne jemi energji. Ajo që ne flasim, ajo që ne mendojmë, sillemi, janë zakonet tona, dhe zakonet tona është karakteri jon, dhe karakteri jon është ajo si ne paraqitemi. Pra, nëse ju në këtë kohë të trazirave, të ndryshimeve të mëdha, të kaosit që po i shikoni dhe po i ndjeni, dhe sidomos jo vetëm nga bota e materjes, por edhe nga ana e botës shpirtërore, është që ju ndjeni pra dhimbjet të trupit, dhe ku i ndjeni, sigurisht nuk keni energji. Ndoshta e ndjeni që jeni të raskapitur, jeni që kockat ju dhemin, muskujt po ashtu sikurse edhe në lidhje me sëmundje të ndryshme, apo edhe me probleme në situata të ndryshme në çdo lloj marrëdhënie, punë. Pra, në këtë rast fola për shëndetin që u tregova në lidhje me ato që dhem trupi juaj, por edhe në marrëdhënie të ndryshme romantike apo me familjarë të tjera. Mësoni që pra plot fuqia rinore që ka krijuar këtë mrekulli, pra këtë univers të bollshëm, tokën mëm apo çfarë shihni në qiell dhe në tokë, është që duke qenë se dhe ne jemi pjesë e kësaj toke, këtu po jetojmë në këtë univers, do të thotë që ne që të gjithë dhe gjithçka që ekziston, çdo gjë që ekziston në qiell dhe në tokë, është që jemi një. Por ajo që ne jemi të ndarshëm janë besimet tona, janë dhe frikrat tona, që do të thotë që të gjithë ne në mënyrë një pjesë në rolin viktim dhe një pjesë e kemi krijuar vetë në kohën mbas fëmijërisë tonë, sidomos në kohën e fillimit të adoleshencës së parë, pra e kaluam puber nga deri në moshën 10 vjeç, mbas moshës 10 vjeç, kur fillojmë edhe njihemi më shumë e botës, se ky është misioni i shpirtit, për të mësuar, për të ndihmuar me njëri tjetrin dhe për të krijuar, gjithsesi ne
kemi arritur dhe shumica nga ju jeni në moshën për të cilën ju e dini se çfarë moshe jeni. Ndërkohë, si do të ndjejen dhimbjet pra në këtë afat kohor, që ndryshe quhet edhe le që do ta vazhdojmë mos në zjaten videot, të kuptoni që një pjesë nga ju dikush për shembull si ndodheni në çdo lloj situate, dikush nga ju ndjehet që jeni i tradhtuar. Ndoshta ndjeni që kontrollojni në jetën tuaj, ka xhelozi, ka zemërime e të tjera, ndoshta dikush përfiton nga ju, ashtu sikur se ndodhe tjetra, ka akmarrje. Gjithsesi, një gjë të kuptoni, nëse ju në këto momente ndjeni këto gjëra, ndjeni do të thotë që ndjehet zemërimi. Dhe në këtë rast, nëse ju ndjeni zemërim, ju me të vërtet keni dhimbje të trupit tuaj dhe ky afat kohor, pa na prekur lirin as kujt, as Diana nuk ju prek ju. Diana ju jep informacion, ju motivon, ju tregon që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës për arsye sepse e kam kaluar vet, atë që ju po kaloni tani e kam kaluar unë. Vetëm një gjë të dini, në këtë moment është një energji aq e shpejt që ju e merrni informacionin më shpejt se vjen në trupin tuaj, për arsye se në tokën mam janë frekuencat e larta, me të vërtet që janë vetë mohuese dhe i shërbejnë planit hynor vërtetësisë së mësimeve të universit, që ka dhe një mënyrë tjetër për të jetuar, për të liruar nga dhimbjet e trupit dhe për ta jetuar jetën se kemi ardhur me të vërtet për ta jetuar. Jeta është e shkurtër për të vuajtur dhe në këtë rast ju nuk do të rezistoni dhe ça do të thotë, ju nuk mund të lidheni të shëroni dhimbjet e trupit tuaj, të shpirtit tuaj, në qoftë se do të qëndroni me mendje. Prandaj jeni dhe po dëgjoni këtë video, bëhet fjalë që ne do të hapim zemrën. Dhe para se të filloj në pjesën e parë të tregoj disa shenja shpejt me një këtë mantër me qëllim. Pse mantrat janë me të vërtet fjalë, por që janë të shpirtit. Janë të shpirtit, mantrat janë fjalë, por janë të shpirtit. Që të gjithë ju kërkoni ndihmë dhe në këtë rast që të gjithë rrisni Zot dhe nuk është pa qëllim, sepse Zotin e keni në zemër. Pra, kjo kërkohet që ne të hapim zemrën, duke bërë lutjen, pra mantrën në mëngjes edhe në mbrëmje, por aq shumë sa ta keni edhe në kokën tuaj, jo vetëm që ta ndjeni, por ta keni edhe në kokën tuaj, të jeni të vëmendshëm, të kuptoni një gjë. Në momentin që ju thoni mantra, ju jeni të hapur me plot fuqin. Pse? Se Zot, univers, angjëj, mjeshtrat, shpirtin tuaj, kë ju të rrisni, kë ju keni idhull, është e drejta juaj. Por një gjë të dini që ne na ndihmon që të gjithëve, sepse jemi krijesa të krijesës. Dhe në këtë rast, të rrisni këtë doni, është e drejta juaj, këtë doni ku besoni, atë që ju bën mirë ju, atë. Por, është një gjë, ju jeni të lirë në momentin që e bëni këtë, do të thotë që ju jeni të hapur, ju jeni gati sepse ju keni zgjedhur në këtë rast të shëroni dhimbjet e trupit tuaj, pra të lidheni me shpirtin tuaj. Filloni i dashur kë ju të rrisni pika a Zotin, a universin, kë keni lidhje, ju e dini, shpirtin tuaj, nënën tuaj tjerë, që të gjithë e dini jeni unik. Pra me një fjalë është që unë lëshoj dorë nga ajo që unë nuk mund të kontrolloj. Unë e çliroj veten time nga shqetësimet dhe nga frikrat që më blokojnë mua të arri në potencialin tim. Zgjedh të marr vendime të qarta dhe me besim, duke vazhduar të qëndroj çdo moment me shpirtin tim dhe marr frymë lirisht dhe e mbush pra shpirtin tim me fuqi dhe me besim. Kjo është bërë, kështu është dhe kështu qoftë. Duke e bërë këtë mantër, ju me të vërtet jeni të gatshëm për të ndjekur me të vërtet atë që është e rëndësishme, shërimin e dhimbjeve të trupit tuaj.
Gjatë kësaj kohe të kuptoni një gjë, që të gjithë ne jemi ndërgjegjësuar. Pra është një nivel I lartë I ndërgjegjës kolektive. Por një pjesë, sepse e dini që globi në këtë moment është ndarë në dy realitete. Në njërin krah janë një pjesë që vazhdojnë që kanë pra me ndërgjegjësim, e kuptojnë dhe kanë zgjedhur rrugën e tyre dhe e shihni që janë në kuptimin që me bindjet e tyre, me atë çfarë vazhdojnë, janë të hapur në social media, në çdo, ju I dini, sepse në fund të fundit jemi në kohën e pra të industrisë digjitale, që do të thotë informacioni vjen më shpejt dhe në këtë rast kjo është një rritje e ndërgjegjësimit, sepse ju bëni pyetje dhe ju merrni përgjigje. Vetëm një gjë të dini që në një anë është ajo që veprohet me mendjen dhe në këtë rast unë nuk është se do të kritikoj mendjen, ato janë impulset të egoizmit ton, që ne kemi krijuar një ego në bazë të nivelit të rolit të pandërgjeshëm, sepse ashtu ishte afati kohor, sidomos I shekullit 20, dhe në këtë rast është që ne kemi qenë të lënduar, pra ishte nuk ka rëndësi nga kush ne kemi marrë edukimin ton, nga prindër, mësues apo kudo në punë të tjera. Pra ishte niveli ullët dhe në këtë rast është që vazhdojt akoma edhe pse ne kemi arritur në nivelet të ndryshme, pra në nivelet të larta, sepse pak po ju them kohën ton, sidomos në vendin tim, ne e përmbysëm regjimin komunist në vitet 90. Më pas një pjesë emigroi në përbot dhe ajo johona për të cilën u hapëm ne me botën, na bëri që ne të kuptojmë se si funksionon bota. Pra vetë ne si që një njerëzore jemi rritur në një nivel të lartë. Ndërkohë, pra në kuptimin e ndërgjegjes, dhe ndërgjegja përfaqëson mendjen, sepse këto gjëra kanë ndodhur para pra shekullit 21, pra vitet 2000. Ndryshe quhesh edhe evolucioni industrial, bëj, dhe kjo është që ne I kemi bërë gjërat me veprime, çdo gjë me veprim, duke parë të tjerët dhe duke na drejtuar të tjerët dhe mohuam vlerën ton, atë që ne që të gjithë jemi me një mision dhe me një drejtim, se ky është misioni I shpirtit ton, që ne do të shkojmë diku. Dhe në këtë rast Diana po dhe ju në jetën e parë ishim të lënduar dhe prandaj jeni këtu duke ndjekur këto video që të arrini të shëroni dhimbjet e trupit tuaj. Dhe pyetja është, a mund të shërojmë Diana? Po mrekulli, nëse ju zgjidhni me të vërtet të filloni të lidheni me veten tuaj dhe të jeni në paqe dhe në qetë, thjesht çdo ditë nga pak, duke krijuar atë që ku ju drejton shpirti juaj, duke ndjekur rrugën e shpirtit, duke ndjekur atë që ju rezoloni dhe që ju ngre në energji. Gjithsesi, ajo tjetra që arritin do ta filloj tani. Çfarë ndodh në këtë afat kohor, për të cilën është afati I energjisë së shpejtë ujorit, për të cilën vetë uji është shërues, është, ju e dini, ju bëni një dush, edhe kur dilni nga dushi, si ndjehet trupi ndjen reati. Pra kjo është, ne kemi këtë, ne ndjem në shpirt. Pra na pastron, jo vetëm zhylin e trupit, po është vetë rrjedhja e ujit. Uji është elementi shërues dhe ne jemi të lidhur me elementin e ajrit, që është mendja, me elementin e tokës, që jemi të tokëzuar në tokë, me elementin e diellit, të ujit që e tregova, ashtu sikurse dhe me elementin e zjarrit, se ne jemi veprues. Pra ne deri në këtë kohë që ne kemi arritur, dhe sidomos në këtë kohë të afatit kohor, ne kemi vepruar, por ka një 15 vjeçar që është një rritje dhe në vetëdijen ton shpirtërore, pra shumë frekuenca të larta që janë lidhur me dritën dhe me dashurin pa kushte, por me vetmojim, po I shërbejnë pra juve dhe të gjithë qenies ton. Me të vërtet njerëzore, se kur flas njerëzore, flas për shpirtin, që jemi
Pra po marrim informacion dhe po shërojmë dhimbjet e trupit dhe në këtë rast dhe ky mesazhi im në këtë video është që të gjithë ju që e ndiqni këtë video nuk jeni pa qëllim dhe ajo që do të kuptoni është e para që ju ndjeni është që ju ndjeni trazirat dhe këto trazira i ndjen dhe trupi jonë. Pra i ndjen trupi fizik. Gjithsesi ne jemi me të vërtet në një nivel më të lartë të ndërgjegjësimit dhe kjo është sigurisht është mirë, pra kemi planuar vetë që ne nuk mund të jetojmë më si kemi jetuar, por tani bëhet fjalë që i ndjeni trazirat sepse janë ajo që ne do të transformojmë çdo gjë që modelet e vjetra që nuk na shërbejnë, që quhet ndryshe karma e vjetër. Karma e vjetër ka bërë është ajo që ne mënyra se si ne komunikojmë, ne nuk jemi optimist, ne vetëm gjykojmë të tjerët, kritikojmë të tjerët dhe ne nuk shohim në veten tonë. Mendimet tona nuk janë ato që ne impresim. Nëse ti kërkon ndihmë dhe do të shërohesh, çfarë ndodh me ty nga që nuk është mendja jote? Ti krijon tjetrën që ok, Zoti do më shpëtoj mua, dhe ndërkohë je duke vazhduar me të vjetrën, pra vazhdohet në zonën e ratis. Po si mund të arrish shërimin edhe kur ju keni qenë të sëmur, po marrë sëmundjen dhe doktori ju thot, ok, kjo lloj sëmundje kërkon që ti të kesh kujdes me dietën, ose me ushimet, ose me të tash. Pyetja është, përse nuk arrini që edhe pse jeni të sëmur, pse nuk arrini që të mbani atë dietë që ju jep në këtë rast dhe doktori, sepse unë nuk mund të gjykoj mjekësinë, sepse është ajo që nuk e keni këtë fuqi. Nuk e keni, fuqia është e zemrës tuaj, është e shpirtit tuaj, që kur ju e ndjeni shpirtin tuaj, ju drejton të ndiqni veprimet për të cilën ju bën ju që ndjeni optimist, ju bën ju që energjia juaj po rritet, ju bën ju që të ndjeni mirë dhe në këtë rast ju bën ju që të ndjeni dhimbjet e shpirtit. Ndërkohë është që jemi shenja tjetër, jemi në kohën e industrisë digjitale, pra në njërin krah, sidomos këto vitet e fundit, është inteligjenca artificiale që po vepron në një mënyrë shumë të shpejtë. Sigurisht në Shqipëri vjen, ajo ka hyrë, por akoma është në zhvillim gjithsesi, ashtu sikurse edhe vetëdia shpirtërore ku shumë frekuenca të larta, po ju ndihmojnë ju kur ju me të vërtet kërkoni të liroheni nga dhimbjet pra të trupit tuaj. Gjithsesi, gjithçka që kërkohet në këtë moment, çfarë arrihet në këtë është që një pjesë nga ne jemi duke u lidhur. Pra, çdo individ është i unik dhe jemi duke u lidhur me bindjet tona dhe ajo që ne po shkëputemi, pra që është në ana kolektive, është që ne po shkëputemi nga gjërat e fisit apo të familjes, pra ne po bëjmë tani gjërat që ne e ndjejmë që e ndjejmë me bindjet tona, me ato që ne dëshirojmë. Por kujdes, sepse ka dhe ajo që po ju tregoj që me ndërgjegje, pra ke një intelekt pra më të lartë në krahasim me qishe dhe ju i shihni në social media që janë pra bindje të ndryshme në çdo lloj aspekte që ju kërkoni, bëni pyetje, por për shërimin e trupit tuaj është e drejta juaj që këzitni dhe ju që jeni këtu nuk jeni pa qëllim sepse ju jeni të lidhur me energjinë. Ju keni pra kur flas me energjinë dhe mendja është energji, por ju nuk rrini tani vetëm me ndërgjegjen, me atë që jeni ndërgjegjësuar, por ju tani po hyni në veten tuaj, pra kur ju planoni ndryshimet kohore dhe ndërkohë në këtë rast edhe për dhimbjet e trupit ju jeni duke u lidhur me veten tuaj dhe kjo është që ju në këtë moment kuptoni që jeni pra ndjet kaos, ndjet, pra sigurisht e ndjeni në trupin tuaj, ashtu sikurse është edhe që pra që ndodh në të gjithë globin ton, luftra apo në lidhje me klimatin, në lidhje me sëmundje nga më të ndryshmet apo çfarë jeni duke dëgjuar në këtë moment dhe këto gjëra nuk është se ndodhin se është se duhet, por është se po pra
po shkëputemi nga e vjetra, nga karma e vjetër, dhe ne ndihmojemi, dhe kjo është mrekullia e kësaj energjie të shpejtë të ujorit, por ndërkohë është që ne pranojmë që çdo dhimbje që ne ndjejmë në trupin ton, si lidhje me dhimbje të muskujve, të kyçeve, sëmundje të ndryshme, ndoshta që jemi pa fuqi, pa energji e të tjera, që të gjitha këto është që janë me të vërtet që jemi në kohën që të gjithë jemi të ftuar, që do të arrim të kuptojmë që kjo ndodh, sepse çmjet e dritës që kanë ardhur në tokë, po ju prekin ju që keni këto dhimbje, dhe në këtë rast është që ne të kuptojmë që është prekja për arsye sepse ne jemi me të vërtetë të lidhur me dritën, drejt për drejt me burimin e energjisë. Pra që do të thotë, ne e kemi Zotin në zemër. Dhe kjo është që drita, dashuria pa kushte është tek të gjithë ne, dhe prandaj kush e ndjen këto dhimbje të trupit, do të thotë që ju jeni me të vërtetë, pra unë mund të them të zgjedhur, por askush kur them të zgjedhur nga plot fuqia, ne jemi që të gjithë të zgjedhur, por ju e keni pranuar, pra që nuk doni më të qëndroni me sëmundjen tuaj, me dhimbjen tuaj, me çfarë ka ndodhur me ju, që mund të ndodhi me shkak, por mund të ndodhi dhe spontan, dhe në këtë rast ju jeni duke ndjekur pra rrugën apasapi që do të arrini në dritë dhe në dashuri pa kushte. Është e vërtet që ne lëvizim si qenie njerëzore nga drita nga errësira në dritë, dhe kjo ka ndodhur me shekuj, por ajo që po ndodh tani dhe që është shenjë tjetër, është shenja e tretë që do të thotë ne kemi arritur në zgjimin e shpirtit, pra jo vetëm me ndërgjegje të lartë kolektive, por edhe me zgjimin e shpirtit, që do të thotë ne me të vërtet kemi zgjuar trupin ton, në kuptimin që ne po hymë në brendësi, po ndjejmë trupin ton. Por shënim për ju që mund të jeni në fillim, si do që të jeni, të kuptoni që ju do të bëheni të vetëdijshëm, dhe të kuptoni që ndjehet e dhimbshme, ndjehet që është me depresion, ndjehet që është me frikë, por të kuptoni që ne po lirohemi nga karma e vjetër, pra çdo gjë, fjalë, mendime, sjellje, zakone, për të cilën ne krijuam identitetin ton dhe ishte me impulset e egos, pra mund të jem dikush dhe mundësi të shtyj të tjerat, pra konkurrenca, gara, kjo tani me zgjimin e shpirtit, këto gjëra nuk ekzistojnë tek ne, sepse ne do të arrijmë në paqen e brendshme. Por shënim, në fillim ne do të lirohemi nga karma e vjetër, nga bagazhet e vjetra që ne nuk na shërbejnë. Ndërkohë një pjesë nga ju nuk mund të bëjë, ju mund të keni gjatë rrugëtimit dhe nga tresa kozmike, ashtu sikurse dhe do të hyni në thellësi të trupit tuaj, sepse blokada, shqetësime, pra emocionet e papërpunuara i kemi në trupin ton, që të gjithë që ndjeni dhimbje të trupit. Ndërkohë të kuptoni që meni këtë mantër, ju lutem mantra, do t'ja bëni vetes tuaj, dhe sigurisht në mëngjes dhe në mbrëmje, unë nuk do të shpëtoj ty, sepse ju jeni dhe keni fuqi. Pra i doja përdorësh veten tënde, po unë po flas, ose bëje kështu. Unë nuk mund, nuk është, unë nuk ju shpëtoj ju, pra flet për veten tënde, unë nuk ju shpëtoj ju, sepse ju jeni i plot. Unë nuk mund t'ju rregulloj ju, sepse ju nuk jeni i thyer. Unë nuk mund t'ju shëroj ju, sepse unë shoh tek ty tërësin. Por unë do të ndjek ty në për errësirë, dhe ti do më tregosh mua dritën tënde. Pra, mbajni shënim këta, dhe këta do të tregova mëngjes mbrëmje, por kujdes, bëhet fjalë për atë që ti
ti flet vetes tënde dhe në këtë rast mendje, sepse në qoftë se ne nuk do të lidhemi me shpirtin, po do të qëndrojmë me mendjen, ju nuk do të arrini të shëroni dhimbjet tuaja, sepse ju i rezistoni. Prandaj përdoreni këtë mantër dhe kjo është ju çoni vetes tuaj. Dhe kur them vetes tuaj, mendjes tuaj, e keni në shpirt, sepse kështu na ka krijuar krijesa me mendje, energjia maskullore dhe me shpirtin, që zemra selia e shpirtit, ajo që ne nuk e shohim në organet tona, në brendësi, ajo që ne nuk e shohim, pra është pjesë kuantike, është energjia femërore. Në këtë rast është që kur ne lidhemi, pra ju jeni gati, ju ndihmojeni dhe duke jetuar duke ndjekur shpirtin ku ju çon të rrimet e shpirtit, në këtë kohë është akoma më shpejt, pra do të ndjeni dhimbjen në trup, por të jeni pra dhimbjet fizike, por të jeni të sigurt që këto janë të kalueshme dhe do të kaloj. Dhe një mantër është dhe kjo do të kaloj. Gjithsesi, mos rezistoni zemërimit, çfarë do lloj që ju nxjerr në lidhje me emrin, nuk keni pse rezistoni, dhe ajo që do të arrini, do të kuptoni që është dritë. Ju jeni dritë, sepse ne jemi. Po kështu do të rritë ndryshmëria juaj, ju do të jepni jo vetëm nga ana personale, por do të ndihmoni edhe nga ana kolektive, që brezat e ardhshëm, ni përmbesa, fëmijët tanë e tjera të jetojnë ashtu si krijesa na ka krijuar, nuk ka nevojë për bagazhet e vjetra. Çfarë iku ishte niveli ulët, as kritik, as gjykim, thjesht të metat të mësojmë mos i përsërisim, por ndërkohë do të zbulojmë sa më të ndjejmë këto dhimbje, talentin, dhuntin, misionin ton, sepse e kemi që në zemër, pra zemra është Zoti jon. Troç, nëse ju luteni, do të thotë që ju luteni se e keni zemrën në veten tuaj, dhe kjo zemër është e krijuar nga krijesa, dhe krijesa na do që të gjithëve, dhe prandaj hapni zemrën. Ndërkohë, në këtë rast, bëhet fjalë që jeni të ftuar që të gjithë, që të lidheni me veten tuaj, të dëgjoni dhimbjet tuaj, se këtu janë bllokimet, pra në zorët e barkut, ashtu sikurse ne hijet e ngulitura në kokën tuaj, por që duke u lidhur me zemrën tuaj, gjërat vinë pas hapi në mënyrën e dur, ashtu si me vërtetësi në jetës. Dhe e fundit është, ju e ndjeni, është me të vërtet kaosin e kemi krijuar ne. Pse? Sepse ne planuam ndryshimet. Dhe një pjesë shumë qenieve për të cilën ndjem dhimbje në trupin e tyre, pra si që u tregova simptomat e ndryshme, është që asgjë nuk ndodh, pra se duam, por ndodh sepse vetë jeta për të cilën ne ecim, është ndryshimit, është rrjet e përreshme, e vazhdueshme, dhe çdo sekond në bazën e ndryshimeve kozmike, në frekuencë është koka jonë, pra janë mendimet tona, është pjesa që kemi në tru, ku janë çdo gjë që ne jemi, pra nga rritja jonë, por një pjesë e kemi edhe të huazuar, pra me mira shekuj, sepse është vepruar me një anshmëri në anën e energjisë maskullore, por ndërkohë është edhe me të vërtetë që ne kemi, pra edhe shpirtin ton, për të cilën në gjatë jetës së rritjes tonë nga fëmijë e eksperiencës jetës tonë, që kemi krijuar në rritjen tonë, se do të shkojmë diku, pavarësisht se ka qenë me dhimbje, është që ne do të pastrojmë çdo gjë që ne nuk na shërben. Dhe gjithmonë lëvizja me shekuj e qenies tonë njerëzore, që jemi në një nivel më të lartë, ka qenë gjithmonë nga drita në errësirë, pra ka dritë, shkojmë në errësirë, nga errësira në dritë, dhe kjo është do të vazhdojë edhe me shekuj, sepse çdo shekull ka temën e vet, ashtu sikurse çdo dekadë, çdo vit, çdo muaj, çdo javë, çdo ditë, çdo orë, çdo minutë, çdo sekond, këto janë të krijuar nga krijesa. Jeta ecën dorë në dorë, me lindjen dhe me vdekjen. Dhe kjo është që shpirti është i përjetshëm, i pafundshëm,
Por çfarë ndodh është që gjatë rrugëtimit, siç u thash, ne lëvizim nga drita në errësirë, nga errësira në dritë, dhe kjo është që ne zhvillohemi. Dhe në këtë rast është në afatin kohor, në një nivel më të lartë të ndërgjegjësimit ton, por është edhe një nivel akoma edhe më i mrekullueshëm i këtij shekullit, që ne do të lidhemi që të gjithë për të hapur zemrën. Dhe që të hapim zemrën, ne do të ndjejmë dhimbjet e trupit. Pra të kuptojmë që ne jemi të mishëruar që të gjithë në këtë tokë për të, pra me shpirtin, ne kemi shpirtin pavarësisht se pa e ditur në rolin viktim, ne nuk e kemi ndjerë, por ne kemi pas shpirtin, ne nuk kemi ditur si të veprojmë emocionet, dhe në këtë rast të kuptoni që do t'jap disa tipe që të kuptoni që të lidheni me trupin tuaj shërues. E para të kuptoni një gjë, i ndjeni dhimbjet e trupit, është frenim, pra do të ndjeni që jeni të frenuar, por ndërkohë edhe që po rritet energjia juaj. Besoni në këtë proces dhe ecni apasapi. Të kuptoni që ne jemi të aftë të kuptojmë se kur kemi ndryshim. Pra ju e dini si ishit, sepse në këtë kohë jeni me të vërtet ne ndihmojeni, kemi ju në një moment të mrekullueshëm ku shumë frekuenca të larta po e ndriçojnë globin ton, pra fara e lules ka lullzuar dhe tani avash avash lullzimi do të bëhet edhe, jo do të bëhet, po është bërë, sepse janë shumica lulja jetës, ashtu si krijesa na ka krijuar, dritë, dashuri pa kushte, bollët, ku të gjithë jetojmë në liri, barazi, vllazëri dhe me vlerën tonë. Pra ne kemi këtë mundësi, ne jemi të aftë që të lidhemi me zemrën tonë, sepse e kemi në shpirtin tonë. Po për këtë i kërkohet që të bëheni të vetëdijshëm, pra jeni të lirë, të zgjidhni për veten tuaj dhe duke zgjedhur për veten tonë, ne do të jemi në gjendje që të lidhemi me të ndjejmë trupin ton. Ndërkohë është që nuk mund të gënjej për një pjesë nga ju, mund të jetë e vështirë për arsye sepse është ajo që ne jemi mësuar më mirë të vëmë gishtin ke të tjerat, pra të tjerët e kanë fajin, shënim. Por mbi të gjitha të kuptoni që këto do të ndodhin, pra ju që planoni ndryshimet për të shëruar dhimbjet e trupit, është që do të përballeni, nuk mund të gënjej që të lidheni me zemrën, të hapni zemrën, do të përballeni me frikën, do të përballeni me sinqeritetin, sa të sinqert jeni me veten tuaj, ashtu sikurse do të lini dhe zonën e rehatis. Si rezultat do të arrini, pra që të kuptoni, do të arrini jo vetëm që jeta juaj ndryshon, por ju do të krijoni dhe ndryshim në marrëdhënie dhe në kontaktet tuaja gjithmonë, për atë duke kuptuar se kush ju bën ju që ju rrit në energji, pra ju bën optimist dhe mbi të gjitha që do të arrini në dy këmbët tuaja, në tokë dhe të lidhur krenar për të ecur, për të jetuar jetën, sepse jemi mishëruar për të jetuar. Jeta është një mrekulli, jeta është magji e pastër, dhe ku flas magji e pastër është me të vërtetë që mund të ndodhin, çfarë mund të ndodhin në këtë rast kur jeni në veten tuaj, edhe pse janë pra kaos, kur jeni me shpirtin tuaj, me zemrën e hapur, ju jeni në paqen e brendshme, dhe pse jeni në botë tjetër, në kuptimin ne jetojmë këtu, por që jemi me dritën tonë dhe me dashuri pa kushte, pra ne e ndjejmë që jeta është shumë e lehtë, edhe pse ne shkojmë në të njëjtat supermarkete apo në të njëjta vende, por një gjë, ne dimë të zgjedhim sepse ne ndjejmë trupin ton. Trupi jon na drejton se çfarë ne do të përdorim në lidhje me lëvizjen e trupit, qoftë duke ecur në natyrë apo me yoga, ashtu sikurse me ushqimin, ashtu sikurse duke pastruar energjinë tonë çdo ditë. Pra të që kaluam, ne nuk i lejojmë mërzitjen apo shqetësimin, sepse ne jemi që një njerëzore, ne nuk jemi perfekt. Por, kur ne arrim në veten tonë, ne jemi të ndërgjegjësuar dhe jemi të vetëdijsuar, pra dy energjit, mendja dhe shpirti janë në harmoni dhe kjo na lehtëson ne. Të kuptoni tjetër shenjë është që ne do të jemi do të fokusohemi në veten tonë. Pse do të fokusohemi në veten tonë? Kuptoni që edhe pse ka vështirësi, ne do të arrijmë me të vërtetë që
duke u përqendruar në veten tonë, aq më shumë ne qetësojmë mendjen dhe ju I dini që janë forma nga më të ndryshme, meditim, dalje në natyrë, dëgjim muzikë shpirti, ku flas shpirti, ditar apo frymëmarrja e të tjera, por gjithsesi duke u përqendruar pra në këto që I bëjmë ne vetet ato që ne dëshirojmë që na drejton shpirti, ne bëjmë që duke marrë përgjegjësinë, pra shëntjetën, duke marrë përgjegjësinë në veten tonë, ne do të çlirojmë gjithmonë energji dhe do ta pastrojmë energjinë, sepse ne jetojmë, ne jemi me njerëz në kohën që ju jeni në procesin, nuk keni arritur akoma në veten tuaj. Gjithsesi, të kuptoni që përgjegjësia që kërkoj tek ju bëhet pyetja, sido që të ndjeni, si jeni, pra kush jeni, si jeni dhe si silleni. Sigurisht të pranoni veten si jeni, nuk keni pse gjykoni, nuk keni pse kritikoni, ne jemi që njerëzore, nuk jemi perfekt, ne bëjmë gabime, por tani të pranoni si jeni. Pra nëse trupi juaj ndjen dhimbje, do të thotë që keni akoma lëndime, dhe në këtë rast jeni të vëmendshëm me uluni, jeni të vëmendshëm me trupin tuaj. Pra kjo është që të bëheni të vetëdijshëm, që kërkohet që ne të lidhemi me veten tonë, sepse dhimbjet I kemi në veten tonë. Tjetër është që të kuptoni, të krijoni atë që të gjithë shpirti jon është që misioni I tij është që të rritet dhe të zhvillohet, dhe ne nuk jemi më fëmijë. Pra Diana nuk mund të kthehet dhe një herë të bëhet fëmijë, se nuk mundem, por unë shërova familjen time të brendshëm, për të cilën ishte jashtëzakonisht I lënduar, sepse kam patur abuzim, kam pasur keq trajtim, kjo nuk do të thotë që ishin njerëzit e mi të këqij, dhe ata ishin të lënduar. Unë nuk do të hyj në detaje, se unë kam dhënë shumë video, se kam treguar jetën time, por të jeni të sigurt që këto janë, ashtu ishte niveli I ulët, por unë I fala, sepse në fund të fundit, në qoftë se ne nuk arrim të falim, ne nuk lirohemi nga këto energji, dhe ndërkohë me mirënjohje, pra me mirësi, me dashuri, sepse jemi që të gjithë dritë, jemi që të gjithë dashuri, kemi ardhur nga dashuria, lidhemi me dashuri, largohemi nga dashuria, dhe sigurisht do ta lëm këtë tokë, po me dashuri, që të gjithë e kemi, thelbi është dashuria, dhe e kemi që të gjithë në zemrën tonë. Prandaj duhet të hapim zemrën, se kjo zemër mban të gjitha mrekullitë, lumturinë në kuptimin buzëqeshjen, atë që të kaloj me familjen mirë, minjojen, falenderimin, qelizat sa më shumë ju të qeshni, aq më shumë qelizat tuaj e qeshin me ju, minjojen, çdo gjë, dashurin pa kushte, paqen, mirësin, atë që e ndjen, kur dhe një minutë të ndjeni zemrën tuaj, të ndjeni rrajet e zemrës, kur ju jeni në veten tuaj, ju e kuptoni se sa e bukur është jeta, sepse ju jetoni në momentin prezencë. Shpirti jeton tani, mendja jeton me të shkuarën. Tjetër është që të gjithë jeni të ftuar të përdorim të kohë. Mjaft pritët me atë që ata bëjmë, okay? Pra je I vetëdijshëm, ose çfarë shpirti të drejton, edhe për momentin, hase po e bëj çik më vonë, gaboni. Nëse nuk e shfrytëzoni kohën tani në këtë moment, duke filluar nga tani, pra atë që ju ndjeni dhimbje dhe të uleni me veten tuaj, ju sigurisht keni pranuar dhimbjet, sepse tash shpirti njeh tani, unë tani po jetoj, unë se di çfarë iku se kthej dot më, qoftë dhe një grindje para 5 minutash, por as atë se çfarë do vi, duke jetuar dhe duke bërë atë që më jep kënaqësi mua, që e ndjej në zemrën time, që është vlera juaj. Ne kemi këtë mrekulli në trupin ton, këtu është informacioni, këtu është inteligjenca, këtu është energjia. Prandaj ne do të lidhemi me dhimbjet e trupit, me qëllim që duke I ndjer këto, ne do të lirohemi hap pas hapi, dhe mbi të gjitha të kuptoni që në qoftë se ju të bëjni të vetëdijshëm, a keni shqetësim, depresion, frikë të tjera, është që ne do të dëgjojmë zërin ton, dhe prandaj bëra gjitha këto, dhe të dëgjojmë zërin ton, për sa kohë ju do të rrini me social media,
sigurisht ju nuk do t'jeni një gjendje të dëgjoni trupin tuaj, edhe pse keni një ndërgjegjësim të lartë, edhe pse jeni bërë të vetëdia ka të bëjë me shpirtin, po pra keni përdor forma nga më të ndryshme dhe në këtë rast mund të ndjeheni mirë, por mos harroni sepse në qoftë se i keni këto energji të ulta akoma në zorët e barkut, do të ndodhi diçka dhe herët avon ju përsëri do të kuptoni që po ndodh. Pse? Sepse duhet të lidheni me të vërtet me dhimbjet që ju vinë në çdo moment, zemrim, çdo lloj emocioni që të jetë, ju duhet të pastroni energjinë tuaj. Tjetër, ju do të lidheni me natyrën, sepse natyra jo vetëm që ju krijon rritje të frekuencë të shisave, peshisave, shikim, dëgjim, nuhatje, shihim, prekje, por edhe në lidhje me shpirtin ton, pra na shkarkon emocionalisht, por edhe nga ana stresore e të tjera. Ndërkohë, duke vazhduar këtë mënyrë, pra duke qenë me veten tuaj, thjesht me veten tuaj, ju do të kuptoni që do të doni procesin veten tuaj dhe as pas api ju do të arrini në motivim për të krijuar atë që ju doni. Sigurisht për një pjesë nga ju, shënim, ndoshta ndjehet që nuk mundet, pra doni të filloni higjienën e shpirtit, pra meditime të ndryshme, pra të çdo lloj forme, frymëmarrje, yoga, apo lëvizje në natyrë, apo ditar, apo meditim, për të transformuar energjitë e të tjera, janë të llojeve të ndryshme, por që të gjitha janë të lidhura me njëra tjetrën, sepse janë ato që ne do të krijojmë mendimet tona, fjalët tona, sjelljet tona, zakonet tona, varësitë tona, dhe të gjitha këto krijojnë identitetin ton. Sigurisht mund të jetë e vështirë, sepse ajo pse e bën mendja, nuk mund të rrim dot në heshtje. Nuk mund të rrim dot në heshtje, ashtu sikurse nuk mund të rrim dot pa bërë asgjë. Por jeni të ftuar me të vërtetë që ne do të lëshojmë të gjitha dhimbjet me qëllim që vetëm kjo mënyrë është që ne do të arrijmë që të lirohemi nga, pra të dëgjojmë trupin ton, që të gjithë jeni të ftuar me të vërtetë, sepse ne jemi qenie dritë, ne jemi qenie dashuri pa kushte dhe ne jemi të lidhur direkt me burimin e energjisë, ku ne dëgjojmë me të vërtetë shpirtin ton, ku ne dëgjojmë trupin ton, zërin ton të brendshëm. Prandaj që të gjithë jeni krijues, që të gjithë jemi krijesa të krijuesit, dhe ajo që bëhet fjalë është ju jeni të ftuar me të vërtetë të vazhdoni, sidomos ju që ndiqni këto video, mund të jeni në fillim, mund të jeni, është drejta juaj, ju e dini se ku ndodheni, por nëse doni të shëroni dhimbjet e trupit, ju jeni të ftuar të ndiqni këtë rrugë dhe nuk jeni pa qëllim në këtë kanal, dhe të kuptoni që nëse jeni këtu, ju jeni të ftuar dhe të zgjedhur nga plot fuqia, nga krijuesi, sepse e zgjodhët ju, pra ju jeni të lirë, sepse po planoni pra ndryshimet, dhe në këtë rast jo vetëm në gjithë globin ton çfarë po ndodh, por edhe ndryshimet në lidhje me atë çfarë trupi juaj ndjen, dhe në këtë rast shërimin e dhimbjeve të trupit. Ju nuk jeni vetëm, sigurisht thirrjet janë të mrekullueshme, por besoni në të, sepse Zotin e keni në zemër. Dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.